Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Do bëjmë një mesazh për ju apo duke përzierë letra të pyeta me këtë pyetje. Cila është e vërteta e ujorit? Të shohim të dashur cila është vërteta e juaj. Kamp, luftë. Kjo është letër që shpesh del kur dikush jeton me tensione të mbrëmshme, me energji të mbledhur nga mendja, kërkoj ndjesë, me ndjenja që nuk janë shprehur dhe që po e mbajnë të mbyllur si një armaturë të padukshme, të dashur ujor. Kjo figurë e veshur me një armaturë të rëndë, me grushta të shtrënguar, sy të mbyllur nga inati ose frika, dhe gjithçka është gri dhe ftoftë përreth. Kjo është një simbol i njeriu që është gjithmonë gati për luftë, edhe kur nuk ka asnjë armik përballë. Ky është tensioni që vjen kur mendja ka marrë në një forme drejtimin, kur plagët e vjetra nuk janë shëruar dhe kur ndjeshmëria shihet si rrezik. Të dashur jar, ndoshta je duke u mbrojtur për shumë kohë ndaj zhgënjimeve, ndaj tradhtive, ndaj frikës për të mos u lënduar përsëri. Dhe është normale, është njerëzore. Por kjo armaturë të pengon të marrësh frymë, të ndjesh, të dashurosh, të besosh. Kjo letër të fton të çlironi veten nga nevoja për të luftuar, për të mbrojtur. Nuk ka më nevojë për të. Ka nevojë për një pranim që të mund të ecim përpara. Nuk ka nevojë të jeni të fortë gjithkohën. Forca më e madhe është kur guxon të veprosh dhe të tregoni apo të shfaqni ndjeshmërinë e juaj, të dashur jori. Lufta ka mbaruar, është koha për shërim.